In this series, Rhea and Alvio are off to visit Rhea's sister in Germany, but something unexpected happens along the way. Watch the episode to find out. Përshëndetje nga Gjermania. Jam këtu me Ersin, Antin dhe Alvian. Edhe do Gjermania, po do të nisemi për në Holland. Edhe po përdor për herë të parë kamerën. Edhe prandaj dukem kështu. Po do t'ju tregoj më shumë. Tani po ikim, ku po ikim, si e ka emrin qyteti? Eindhoven. Ose për gjithë ata që ndjekin futbollin te PSV-ja. Po, kjo ishte më e rëndësishmja. Edhe Ne nga kjo njohim. ka jemi kështu të katër, po bëjmë muhabet, u kënaqëm me Red Bull këtu. Po, papar fare, po. Ersi, po, Sonida. Ua, pse të më Papar fare. Ja çan. Po Ersi, Ersi bë make-up, ktheu, na përshëndet Ersi. Alo, Ersi, përshëndetje çik teksa. Më pritë, jam shtrembë. Se sot që kam qef edhe unë me make-up profesionale për. Kam që, që aktual. Të lutem se kam qenë. Jam me Red Bull. Fiksi si. Anti është shoferi. Atë vitën është për ta prej, jam Red Bull. Jam me Red Bull këtu me kurshën tim, po. Anti është shoferi, Alvi është Lafazani kameramani, kurse unë diçka nga dora më dëm shumë kam relace të gjitha, se më ka kapur gjithë nervit dorës, edhe kështu ta kap dorën më dëm. Për gjithë ju që dini çfarë mund t'i bëjmë dorës, na thoni kur t'i dhet vlogu, atëherë s'do ketë me asgjë, po të paktën ta dim për herë Do tjetër. i keqë të vizitojmë. Po, do bëjmë një vizitë shumë serioze. Ora, s'ka pushim. E kam mbaj dorën keq në avion edhe i dhem. Po, do kaloj. Edhe kështu, gati për Holland. Ka fajin. Baba. Love the way you smile, yeah. No one ever made me feel this way. Boy, you take my breath away, and I love it how you sway. Hey, gotta make you look at that shit. Boy, you're the most beautiful I've ever seen. Ti. Ersi. E shikoni kush më ka ardhur mua, më ka ardhur. Ha, përshëndet tani, tama. Përshëndetje, të bëj valtrës. Edhe modër ka ardhur. Ka ardhur të nati dhe kam thënë më ka ardhur për herë të parë në shtëpi. Edhe për herë të parë në Gjermani. Kështu që Prisnim Edhe pak. burri këtë kam zakonisht. Ka shpemu. Për ditë. Tani sa po morëm matcha dhe morëm tek ai vendi që është super viral. Edhe mund të them që matcha më e mirë që kam provuar është e papar. Ti s'ke matcha. Ti s'ke marr matcha këtu. Këtu nuk kam provuar po në Tiranë. Jo, s'ke marr, kjo s'është e jotja kjo Kjo matcha. nuk është e imja, unë nuk mora. Mori Alvi edhe po e pim të Edhe si s'ka që Tani ka është shkallë se se jotja. me gjëra të mira. Është super e mirë. Prandaj u tregova atë lokalin, nuk e di, është e papar. Gjë më e mirë botë na. Përshëndetje, sot jemi në ditën e dytë, edhe këtu Ersi po përgatit mëngjesin bashkë me Andin. Dhe të kemi hapur kompjuterin se kemi një problem të kamera e re. Sa polician. Ti penbre. Ja, dhe Ersi na ka bërë gjërat e mira. Të vetëm Na ka bërë dhe një cheesecake si kur një princesh ka ditëlindjen sot.
Përshëndetje, nga dita e dytë në Gjermani jemi në aksion sepse po shkojmë që të kërkojmë bicikletë, po na çon Andi me makinë. Edhe shpresoj shumë lutuni dhe juve që gjejmë një bicikletë elektrike por me 3 rrota. Kemi gjetur një firmë shumë të mirë që shitet këtu në Gjermani. E zakonisht shumë shitet e firma. Po, është shumë e mirë këtu në Gjermani. Po problemi është që ta gjejmë fizikisht në një dyqan, vetëm të jetë pardije në fakt. Kur erdhëm në Shqipëria, ndoshta edhe juve e njihni, është aty te Jusk në Hërde, që është Lucky Bike kishte. Po nuk e kishte, s'kishte fare me të. Nuk kishim Lucky atë ditë. Nuk kishim me fat. Po shpresoj që po të jemi me fat, të lutem. Jemi te Signal Iduna Park. Reja po shkon drejt madhështisë. E stadiumi Borussia Dortmund. Iduna Park. Mërzitur Ausha. Ti shky për një varë si për Chelsea dhe Dortmund. Dhe që s'është fare me Dortmund, është me Milan. Po unë jam fans i futbollit, është një nga ekipet më të mira në botë, kështu që. E dyta pastaj po ma bën dhurat Kunata, ka më bukur. E more veti dhe tha Kunata. Te dyqani Dortmund. Është njëjta gjë si më ble një suvenir me Interi, kështu i thash. Ja, asnjëri mos mart me Inter. Rea, ku po vemi? Po ikim të gjejmë bicikleta dhe shpresojmë që ta gjejmë, të lutem. Të lutemi të gjithë për Rean. Bicikletë. Tricycle. Ja, ku është super bicikleta. Düsseldorf, jemi të ky tregu dhe kemi marrë pasta me carpaccio edhe me rucola dhe është shumë e famshme këtu në Düsseldorf. Rradha ishte mbi 100 veta edhe Alvio provoi dhe na thuaj si të duken. Provoj dhe ti, Andi, si ishin? 100%. Po? Të shion në zemër? Ha, po të shion? Shumë e mirë, morëm ato makarona që ishin 10 nga 10 dhe ku ta gjeni, është rradha pa fund tu te tregu. Gjithashtu morëm edhe sanduiç, është kjo firma këtu. Edhe ky ishte më i mirë, nëse doni ta provoni, nëse i keni qef. Edhe klasiku ishte shumë i mirë, sepse nëse doni të ndjeni vërtet mishin e viçit, edhe ishte pak i marinuar. Dhe kushtoi 10 euro për secili. Shumë mirë, ajo aferoj. Gjithashtu, ai shallas po e mbaron ta haun atë. Shallas po e mbaron them ta haun. E kishe këtë salcën të? Ja, kisha ndryshe. Kisha me ti prigoni me. Vetë qeqin të blogjerit. Shu thoni juve, po të qeqin burrat. No. Just kid, bare feet on warm asphalt. We held our dreams within our hands. It happens Jemi në Köln. destinacioni numër 2. It leads me to a valley, secret emerald grove of cedar trees and pines. I walk for miles and miles. Ja. Dita e 3. Amsterdami. Am dishni. Outfit check. Ma trego outfit.
Hop, atletet më shpejt rega. E me çantë 1000 eurosh. Ka dhe reja ku ka ardhur në parajsën Amsterdamit të rrobave të përdorura. Çka ka gjetur? 65 euro. Radh për patate, a? Në Gjermani kemi Dhe jemi në fermë. Jemi në Dortmund, për gjitha gocat që jetojnë në Dortmund. Kjo ferma është super bukur, do t'ja kërkoj herë si emrin, se si quhet, adresën dhe nuk e di, kemi parë dërkuca, i fella të dërkuca, kështu si ishin me ato pikat e zeza, kuaj, lepuj, është shumë e bukur, sidomos nëse keni fëmijë me i bërë xhiro, me poni, edhe ja, kështu kemi dalë, jemi po kënaqemi. Alvio? Edhe unë shumë. Është një ndërtesë karakteristike gjermane dhe një gjë që unë mendoja në fillim, domethënë këtë vit e kam zbuluar, viti i tretë, që këto ndërtesat, këto vijat janë dru, nuk janë vija me boj, është dru, i vendosur në duke krijuar. Nuk janë fasad grafiator në Shqipëri që i luajnë ngjyra. Është shumë bukur. Kjo është karakteristike ndërtimeve tradicionale gjermane që datojnë që nga mesjeta. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in. Tani sa po dolëm dhe nga ferma, ersi si quhej vendi? Nuk e di. Do mundohem Në Shverte Pony Farm. Pony Farm. Edhe tani do ikim që të ham një drekë të shishme, drekën e ditëlindjes time. Po vërtet ja kaluam shumë bukur dhe na ka mbajtur koha super. Alvio, se ti ishe miku, unë jam kështu për si e shtëpisë. Unë super kënaqem. Tash viti i tretë. Edhe mendoje kështu Gjermaninë? Jo, Jo, sinqerisht. si mendoj kështu. Vërtet është shumë e bukur dhe nëse jeni në mëdyshjen që ai në Gjermani nuk jetohet, nuk bëhet jetë. Thjesht të keni ata njerëzit tuaj pranë, po bëhet jeta edhe të punosh normal. Dhe për gjithë ata që duan natyrën, dhe super sugjeroja, nuk ka lidhje jo po Zvicra, jo po nuk e di këto Alpet Nëse janë. kemi Kudo parë është, Zvicrë. jo, kudo është natyra super e bukur, është super pasër një për pasërtiqe. Edhe gjëja që më pëlqen më shumë se është kjo ideja që jashteti Gjermania është rënë gjitha, ne tani nuk kemi nxjerr asnjë kokorleku. Se ka paguar ndërtera kështu. Jo. Ja zgjeroj të shkolit e njerëzit të tuaj, edhe posta viti do në xhep. E kam fjalën që sot në mëngjes që kur kemi dalë nuk kemi pritë miku drita. E kam fjalën që kur kemi dalë në mëngjes deri tani nuk kemi harxuar asnjë lek, sepse në fermë nuk është se paguam, me thënë të drejtën, bëm atë shëtitjen ton, pam kështu, nëse doje të merrej një poni ose një kal, ishte xhiroja 15 euro për një orë.
Duket besoj nga outfiti që është dita e fundit e mi për aeroport, se kombinimi nuk e di. Gadget. Po, inspektori gadget në aksion për Val Tiranë. Edhe këtu kemi për çantën gati, do ikim. Mirë se s'dole ta ma vajte këtu. Si kalove me motrën tënde edhe me punatin. Alo na ka bërë super për qeshë. Pritërash. What's up? Jo, pritse, është era parë që dalë te kjo kamera e re dhe kam emocione. Sa është më e madhe dhe duket si intervistë televizori. E me të se ma shkele për dyshme. U kënaqa me motrën, ja kaluam super mirë, vetëm kemi dalë, vetëm kemi kemi qeshur. Jemi super kënaqur, vetëm Andi nuk e kemi më pjesë të grupit. Shikon, ishte shumë e vështirë të vi. E se Andi ka ikur në punë, që kështu? Edhe tani si përfundim do të ham dhe një hamburger që ti bërë nga pakur. Ashtë shumë ka Turi ngrënë to. Ashtë shumë ka ngrënë. Jo, më se exageron. Femik Zeja, je ngri akulloren burrit të motrës së gruas. Xanako për lërë. Je ngri akulloren Andit. Ashtë shumë ka ngrënë. Sa më jetë, hajde këtu. Ik jetë. Hajde këtu. Po. S'më hapë se jam shumë i gjatë. Shko sa i gjatë jam, s'më hapë, a shiko. Qa vlerësimi jep Gjermanisë? 10 nga 10 jap Gjermanisë. Knaqe. Po. Kurse Hollandës, 9 ose 8. Nuk i pëlqeu shumë Amsterdami, po dia reali ishim e kënaqur shumë tek ajo ferma që vajtëm në taj qyteti kështu. Vërtet. Tradicional. Mund të kishim shtyrë të gjitha këto ditët vetëm andej në për ferma, në për pyje. Ta të nëzorët pe Amsterdami, pe drita të kuqe. Harxhov gjitha të nafta nej. Tak. Mua më dojnë gjek shumë ekstra, dëmëtë. Jo. Edhe ato drita të kuqe i pam. Prisja diçka më wow. Po tani zë shkoj dritat e kuqe mes ditës tjerë, ato shkoj natën. Po ishte i lezetshëm si qytet, më pëlqeu se i kishte shumë bukur ato pjesën e lumit të kanalit. Ai ishte lumi, ishte det, po hajde. Po më pëlqeu gjëra me kanalet, gjëra me varg nuk bëm. Po i kemi rënë, domethënë, kemi jetu pa fund. edhe këto gjërat si snacks që janë kështu shumë famous në Amsterdam. Edhe u kënaqem realisht. Kënaqet ti? Shumë. Okej. Shifemi në auditime të tjera. Using your electronic devices in the desert. Sonjeve zotrin ka kujtinisa po kërdiku. Hello, nga dita tjetër jemi në Shqipëri, edhe erdhëm në fund dhe duhet që të merrem me punat e shtëpisë edhe një kështu e përgjithshme për gjithë udhëtimin ton në Gjermani. Kur erdhëm na kanë punuar zborin, na shumë na kanë kontrolluar, edhe në qoftë se ktheheni në Dortmundin në Shqipëri, nuk e di nëse për gjithë Gjermanin, por në Dortmund, aeroporti i Dortmundit, bëni shumë kujdes me gjërat që merrni, mos të keni një çantë të madhe. Edhe bëjmë problematike edhe atë çantën e vogël të dorës, që kështu mos e merrni çantën e dorës shumë të madhe ose kur të kaloni aty mundoni që ta fshini. Edhe mos merrni, domethënë të keni atë qesen e make-upeve që është kastile për gjërat likuid, sepse ju kontrollojnë, ne nuk e kishim, bleu Alvio aty tek, po normale kishte tek porta, po kushtonte 1.5 euro vetëm një, edhe secili duhet kishte një qese, dhe qesja ishte shumë e vogël. Që kështu bëjni gati këto gjërat para se të shkonin në aeroport, na kanë punuar zborin, na shumë na kanë kontrolluar, por nuk e se kishim ndonjë problem, ishim në rregull për çdo gjë. Edhe erdhëm, u vonuam çik, por jemi lodhur, realisht jemi lodhur me gjitha të kontrollet, shqyqyr që vajtëm para. Edhe më ngeli kjo kapsi se shikone sa e bukur që është, edhe me të pëpres që të vi vera dhe ta vendosin kështu tek floko, duket shumë bukur kështu për në verë. Edhe nuk e di pse, po ka marrë te kjo video e fundit që hodha komente, je bërë si plak me ato flokët, kështu ashtu. Nuk e se më ndikojnë, por të bëj kot tani më mërzitën, edhe nuk, jo se s'më pëlqen vetja, po tani
Edhe nëse nuk i pëlqej, unë nuk shkoj tek asnjëri dhe t'i them kështu ti nuk më pëlqen. No. Gjithse cili ka atë të vetën, mund t'i pres flokët edhe qerose dhe nëse unë ndihem mirë me veten time, atëherë çka bota me ty. Edhe prandaj, se nuk është erdhe na 1 nga 2, kanë ardhur më shumë se 3 komente të tilla edhe nice. Tash nuk e se ndikohem, por thjesht jo kështu, jo ashtu, jo flokët, shka dhe flokët, jo po mirë jam, jo po priti për pak më shumë make-up, edhe jam kështu si, nuk kam shumë energji sot. Janë ulloha 2 punë, sepse duhet që të merrem me shtëpinë dhe të bëj punët e shtëpisë, kështu. Do bëjmë punët e shtëpisë, gjithmonë kur vim pas udhëtimeve, shtëpia është super rëmuj, sepse duhet ajrosur, edhe dje nuk kisha hëngra bukë, bëra pjata pis, edhe nuk e se kisha me fuqi, domethënë pas pushimeve dua pra pushime, por jo, duhet të stopoj këtu edhe të nis t'i futem punës, sepse kam shumë punë për të bërë. Erdha këtu në tualet, sepse dua që t'ju tregoj tani pak pjesën e kësaj mobilje, sepse nuk ju kam bërë fare home tour, edhe gjithashtu po xhiroj me një kamerë të re, sepse çantën nuk e gjetëm, edhe kjo ishte dhurata që më bëri Alvio për ditëlindjen, gjithashtu edhe një parfum që doja të tregoj tani, dhe doja të tregoj këtë mobiljen që kam bra. Ja ku e kemi, dhe siç e vini re, dhe produktet e mia. Ky është parfumi që do më kujtoj Amsterdamin dhe Gjermanin për vitin 2025. Këtë e mora vjet, nuk më pëlqen fare, mendova ti një vit këtë parfumi dhe nuk e kam përdorur sepse nuk më pëlqen. Pastaj ky është Prada dhe këtë Alvio më ka dhuruar për vitin e ri. Edhe aty janë disa parfume të tjerë që nuk është se i përdor shpesh. Dhe duhet vendos edhe produktet e mia të skincare sepse i kisha me veten në Gjermani. Që thash, po filmoj me një kamerë të re, që është kështu si këto kamerat e Big Brotherit, sepse të ndjek, dhe ja, e vendos këtu dhe supozohet që unë të lëviz në për shtëpi dhe kjo do më ndjeki mua fiksi dikush të të shkon. Hello, shkon is ka nice? Kjo është për njerëzit që nuk kanë asnjëri për ta ndihmuar dhe për të filmuar për të bërë content, edhe është shumë e thjeshtë edhe kur del jashtë të bësh këto video të lezetshme, edhe tash pse jo. Mirë që kisha atë kuponin tim për dhuratën, tash të zgjedh diçka që vërtet do më duhet, edhe normale që është investim se kamera e madhe në fakt kushtoi goxha, por edhe nuk është se i nxjerr edhe justifikon si rrogë marr vetëm YouTube-in. Por do shes kamerën e vogël dhe kështu mbëshillohem unë, duke e përdorur diçka të paktën për 1 ose 2 vite. Normale kamerën e madhe do ta përdor më shumë sepse my heart is sad. Don't want you to know. My love is lost. Well, there's only one thing left to do. My heart is breaking, wanting you, so I'll say goodbye. Let's put the sun back in the sky. Tired of crying, don't call me back to say I'll say goodbye. Yeah, don't call me back to say goodbye. I can't change the past, don't wanna complicate things. Maybe if I asked, was any of it real? Nisa po hëngra dhe buk, unë ndërrova, sepse do shkoj që të bëj pak pazar për shtëpin. Edhe hëngra bukën shumë, pa gjellën pa lëng, sepse e dogja nga fundi preshin. Mi mora këto ato sipër me aromë të djegur, është ajo aroma karakteristike kur digjet gjella. Por nëse s'kemi çfarë bëj me atë hëngra, braj një çik sallati fshile, edhe kështu, ç'a të bëj. Edhe i thash dhe Alves, pse hëngre jarë, se Alves kishte dalë për drek me një nga kolegët, edhe kishte ngrënë fruta deti, kështu e thash, kështu i harxhon lekët ti, pse hëngre jashtë, ja unë kam gatuar.
Mirë që hengri jashtë, se aty as për mua s'kishte dhe ushqimi tjegur ishte. Edhe nuk e din që se fasulet, nuk e se djek gjithmonë, po merresha me Instagram dhe kështu, më kaloj. Harrova. Dhe erdhi daron këtu në shtëpi është mbushur gjithë, hapa të ajrit, sigur do të hapet të dritarit, por kam harruar këtu edhe kemi ca ndyshë të vogla fare, këtu tek dritarja lart, edhe po bëjnë ato falen e tyre dhe Ruci që i shikon edhe vetëm qan, se do t'i kapi, po janë shumë të lezetshme, janë shumë të bukura i kemi këtu lart. Edhe nuk e hap dot dritaret sepse i kom fluturon ai. Ai fluturon pa data ndryshe, mendo të shohit ato data ndryshe. Aty i kom atë çoku. Edhe kështu tani do bëj gati çantën. Rregullova bicikletën dia nuk e di nëse ju a thash, më ishin prishur frenat dhe bicikletë nuk gjeta në Gjermani elektrike atë që doja unë të paktën, sepse kishte me motor, me energji, me bateri të bosh, po kushtonin 6.000 euro dhe thash, herë, ja, prit pak. Bicikleta që do blija kushtonte goxha për xhepin tim. Po 6.000 euro jo kushton, po është ekstrem. Dhe thash, me 6.000 euro merr një makinë. Mëson dhe patjetër merr makinën. Edhe nuk e mora. Edhe ndori pa bicikletë, rregullova atë dje, më mori 5.000 lekë, se më ishin prishur frenat, e gjeta atë teknikun dhe kisha afër lagje si kja kërkoja në Pralidem. Edhe 5.000 lekë për frenat, më vendosen e një qik vaj, e kështu u bë akullore bicikleta, që kështu do marrë bicikleta në të kem. Për pazar nuk do i këtë këto marketet që kam afër lagjes, bë të dalë pak, pime dhe një kafe. Erdha në shtëpi dhe do ju tregoj pazarin që bëra në market. Se morëm goxha gjëra. Okej, parceleta të lagje. Mora qumësht. Sepse do bëj maça. Mora një maça shumë të mirë në Gjermani që doja t'tregoj të pak. Mora buk. Buka e më des më pëlqen. Mora salmon. Për mëngjes, nëse më erdhi haruja i doli para kamerës. Mora salam, si kë. Mora nga këto. Nga shumë të shishme. Në më pëlqen me këtë erëzën, më sugjeroj. Ka një shije karakteristike. Mora krem djathi. Aruqi, mos më rri aty. Mora qepujka. Do. Mora ushqim për që po prit mos t'i shofi. Se do fi këtu lartë. Ndjell. Mora snack për Aron. Haru që janë këto? Snack për Haron. Mora gjithashtu dhe një aron për rroba, pyeta ca që pitini, tregova në foto dhe më tha që
Kjo në Itali mbahet dhe vjen aromë shumë e mirë sepse është parfum dhe ka vërtet aromë që ka vërtet shumë të përqendruar dhe shumë të freskët, që kështu do ta përdorim dhe do t'ju them nëse më bën punë. Edhe kaq gjëra mora edhe një pesto, po e kam te çanta tjetër. Edhe më kushtuan të gjitha 27.000 lekë. Qërim në përbënde dhe do ju tregoj atë macën që ju thash se më bënde pak problem në aeroport, sepse po pyesni shumë për macën, sepse i kishe dhe tek çanta e vogël e dorës. Rrova se mora në moment të fundit, ja t'u tregoj. Kush është? Është kjo këtu. Shkoni sa e bukur që është, e mora tek një dyqan që na çoi Ersi. Shkoni se është si këto konservat e ruçit. Dhe kjo kushtoi 27 euro më duket. Ha maru qa. Do t'jap.